mangësi që u shfaqën të kalumen, por u shfaq edhe në këtë ndeshje me Polak, që për mendimin tim Polonia ishte një kundërshtar normal, nuk kishte asgjë speciale në atë Poloni, përveç dy lojtarëve që ishin paga shumë lojtarë të elitës futbollit evropian, siç është Zelinski dhe Lewandowski, 38 vjeçar, dy lojtarë të cilët nuk ishin ditën e tyre më të mirë, por prezenca aty në fushë dhe kualiteti i tyre në këto nivele fitun ndeshjen. Tani çana metet me bë, ka shumë pikpyetje, ka shumë njerëz që kanë imagjinatat e tyre. Unë mendoj që kena shumë gjana me bë për me mrit në këto nivele, edhe duhet me mos me analizu në mënyrë profesionale çdo situatë, sepse mos harrojmë që në ligën e kombeve përfundum të fundit në grup, mas Evropianit skuadra jonë ka pas oscilacione, ka pas probleme me mos thirrjen, mos përfshirjen në ekip kombëtar të lojtarëve si Muçi dhe Mehmetit, cilët kanë pas një formë jashtëzakonisht mirë dhe ndoshta kanë kënë lojtarët me karakteristikat e tyre tamam për të ndeshjen që neve bam. Nuk u shfrytzuan lojtarët më të mirë të mundun. Trajneri besoi te filozofia